Ekspozita Palimpsest e artistit Roland Runaj u çel në Galeria Art Saranda, duke sjellë një udhëtim vizual me zinxhyrave të forta dhe simboleve poetike. Punimet ndërthurin natyrën, qytetin dhe imagjinatën, duke krijuar një dialog mes reales dhe abstraktes. Kjo ekspozit fton publikun të zbulojë shtresëzimet artistike dhe emocionet që fshihen pas çdo tabloje. Mund të them si punë. Piktori vlonjat Roland Runaj i ka shtuar pranverë Sarandes duke ardhur me ekspozitën e tij vetjake shumë ndryshe nga shumë të tjera. Në ekspozitën e tij piktura shfaqet si një sipërfaqe kujtese, ku çdo shtresë ngjyrë ruan gjurmët e një imazhi të mëparshëm, të një ndjesie të kaluar, të një kohe që nuk është dukur plotësisht. Autori thotë se këto punë ndërtohen si mbivendosje emocionesh, peizazhe dhe fragmenteve personale që lidhen me qytetin e Sarandës. Ka qenë gjithmonë një dëshirë ka hershme imja që të prezantoja punët e mia përpara publikut sarandiot. Ekspozita e sotme titullohet Palimpsest. Është një ekspozitë e kopsitur enkas për qytetin e Sarandës, pra janë rreth 40 punë, kryesisht shumica janë bërë për ndjesitë, emocionet, kujtesën, memorien, të gjitha ato që më sjellin ndërmend qytetin e bukur të Sarandës. Palimpsest është lidhet të themi nga pergamenat e vjetra një mbivendosje imazhesh dhe kujtimesh, një histori e re e shkruar në historinë e vjetër, por pa harruar historinë e vjetër. Kjo është edhe ideja që unë doja të shprehja në këtë ekspozitë për të qytetin mrekullueshëm. Ata që patën në rastin ta vizitojnë të parët ekspozitën e çelur mbrëmjen e djeshme në qytetin bregdetar, panë se Saranda e vlonjatit Roland Runaj nuk paraqitet si kartolinë turistike apo si pamje e qartë dokumentare. Për piktorin Lefter Çeko, që është edhe organizator dhe kuratori i ekspozitës, gjithçka vjen si përjetim i brendshëm. Deti si masë e thellë blu që përthith kujtimet, drita si shpërthim që zhduk konturet, rrugët si trajektore që rikthehen në mendje, objektet e përditshme si relike intime të jetës urbane dhe bregdetare. Që veprat e tij mbartin atë memorie, atë gjithë kulturë, kujtimet, pra është një dedikim për qytetin e Sarandës dhe në të rësit. Duke filluar që nga antikiteti, nga lashtësia, deri në ditët moderne. Dhe kjo duket shumë bukur në tablote më dha, në tablote vogla, pra format simbolike, pikturimi dinamik i ngjyrave, i dritës, i hijes. Çfarë turisti shikon këtu dhe gjithmonë e promovon, i gjejmë tek veprat e Roland. Janë forma që secili prej nesh gjën veten e tia, kujtimet e tia, që nga salla e parë, që janë kujtimet e fëmijërisë, motivet e detit të peshkimit. Ekspozita e titulluar Palimpsest është si një rrëfim në telajo për mënyrën se si qytetët i jetojnë brenda nesh, jo si harta rrugësh e ndërtesash, por si përjetim emocionesh. Në pikturën e Roland Runajt kujtesa rikthehet në fragmente, në ngjyra, në aromë, në dritë dhe në zhurmën e detit apo në heshtje në një natë buzë bregut. Duke ndjekur këtë prirje, punët e ekspozitës së sjellë në galerinë e Sarandës shfaqen dhe pëlqen, pasi ato vinë si një rrëfim poetik. Në qytetin e bukur të Sarandës, kjo ekspozitë rikthen marrëdhënien mes vendit dhe kujtimit, mes syrit dhe shpirtit. Palimpsest është një ftesë për të lexuar shtresat e padukshme të një qyteti si Saranda. Ajo është një nga fotot e vjetra të turistit.